ne kemi 3 mesazhe kryesore si Ministri e Punëve të Brendshme. Së pari, siguria e jetës së qytetarëve dhe turistëve. Sa më shumë ato vinë e vizitojnë jo vetëm Saranën, por gjithë Bregdetin shqiptar. Kjo nuk kupton më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit. Prandaj unë përgëzoj çdo punëes policie i cili e kryen këtë mision dhe këtë detyrë me përgjegjësi, me profesionalizëm dhe me integritet në shërbim të qytetarëve për të garantuar jetën dhe shëndetin e tyre. Dhe gjithmonë çdo turist që vjen në Shqipëri të ndahet me përshtypjet më të mira dhe kujtimet më të bukura nga vendi ynë. Së dyti, nga ana tjetër, sigurisht është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për këto që do lejojmë zero palishmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë me njëhershëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Dhe mesazhi i tretë, sigurisht nuk është detyra vetëm e policisë së shtetit, patjetër ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë përgjegjësi, por një turizëm cilësor që kontribuon në ekonominë kombëtare, në kupton dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve, dhe prandaj kemi zgjedhur timi këtu së bashku me Ministrin e Turizmit për të bashkuar forcat bashku edhe me profesuesin e Këshillit të Ministrave, prefektin në Qark, po ashtu edhe kryetarin e bashkisë, profesorin e pushtetit vendor, dhe gjithë bashkë bëjmë të mundur pikërisht që ne edhe këtë vit kemi një turizëm sa më të mirë, sa më cilësor, dhe gjithmonë pse jo e më shumë të synojmë numra në rritje të turistëve që vinë nga Korfuzi, nga Greqia, nga Italia, por edhe pse jo e më shumë turistë nga gjithë Europa dhe më gjërë. Kështu që edhe një herë ju përgëzoj për punën që bëni, por edhe ju falenderoj për mundin, sakrificën që bëni çdo ditë.